I nderuar koleg, rasti që po ju sjell në vëmendje ka të bëjë me një paciente tek e cila është kryer tashmë NIPT, ADN fetane, dhe me një rrezik të lartë për monosomia X të sindromës Turner, dhe pastaj pacienti vjen për një kontroll për të parë nëse ka ndonjë anomali që mund ta justifikojë këtë gjetje. Dhe ne do të shohim nëse këto anomali janë të pranishme, në mënyrë që, brenda 90 ditëve, të mund të kërkohet ndërprerja vullnetare e shtatëzënisë sipas ligjit, në përputhje me ligjin 194. Gjatë 90 ditëve të para të shtatëzënisë, kur nuk është e nevojshme të ketë edhe dëmtim psikiatrik. Ju lutem vëreni me kujdes këtë higrom, e shihni që ajo është jashtëzakonisht e madhe në përmasa, e shihni qartë që është e përbërë me shumë qese, e shihni që kjo masë përfshin të gjithë pjesën e pasme të kokës, por vërejmë gjithashtu që edemi i theksuar shtrihet edhe në pjesën tjetër të kokës. Nuk është kryer ende matja për indeksin cefalik për periudhën specifike në cilën ndodhemi aktualisht, sepse zakonisht kështu veprohet në raste të tilla. Në fazën e vonë mbizotron dolikocefalia, por është e kotë. Shihni barkun, shihni zemrën dhe do të vini re menjëherë që zemra është pak e zhvendosur djaftas. Vëzhgoni, muri i barkut ende nuk është plotësisht i mbyllur, ka një defekt të vogël. Është kjo e rëndësishme? Absolutisht jo, sepse në 11 javë e 4 ditë është një situatë parafiziologjike. Vëreni që zemra nuk është në levokardit përsosur, por është pak në mesokardi dhe madje në dekstrokardi. Po shikoni barkun dhe vini re gjithashtu që muret abdominale të kraharorit dhe barkut janë të edematoza. Këtu shihni vendin e lidhjes së kordonit dhe atë të voglin, një defekt të vogël që po e vëreni, sepse shihet ajo zonë më e bardhë, që në fakt është zora e hollë që po vërejmë. Po futet në zgavrën abdominale dhe kemi shkruar që duket fiziologjike për këtë periudhë, sepse në këtë fazë nuk duhet të mbështetemi patjetër te ky parametër. Megjithatë, ne duhet të mbështetemi domosdoshmërisht te disa parametra të tjerë mjekësor, si për shembull te fakti konkret që kjo edem e dukshme ekziston, e cila prek jo vetëm pjesën e kokës, por gjithashtu edhe të gjithë kraharorin dhe barkun e pacientit, dhe që këto shenja përfaqësojnë në të vërtetë një tregues të qartë të hidroposis jo të pastër. Këtu shihni stomakun. Dhe këtu shihni murin e barkut dhe perimetrin abdominal që përputet me moshën gestacionale. Shihni stomakun dhe shihni edemën në nënlëkurën e barkut. Të barkut. E keni matur, po nuk ka asnjë rëndësi. Por shihni edhe gjëra tjera. Shihni që ka pak lëng në kraharor dhe pak efuzion perikardial, por mbi të gjitha që ka edhe ascit. Do ta shohim. Më pas bëhen biometrat, të cilat këtu rezultojnë më të vogla. Sigurisht që nuk kemi këtë situatë, sepse jemi një periudhë shumë të hershme. Shikoni përsëri me kujdes të gjithë fetusin, shihni edemën e përhapur që prek qartë edhe trungun dhe barkun e tij. Dhe tani, shikoni, po ju a tregoj me detaje, tani do të shohim që këtu kemi këtë hidrotoraks, është asciti, pra bëhet fjalë për një hidrops fetare. Vini re me kujdes profilin, shihni me vëmendje fytyrën, por pikërisht këtu mund ta shihni shumë më mirë pamjen e detajuar, me shumë ndarje të kësaj higrome. Me rrugë vagjinale këto gjetje shihen edhe më mirë, kështu që shihni përsëri të gjithë fetusin. E përsërisim CRLN, e cila rezulton plotësisht në përputhje me moshën gestacionale. Sepse, siç e dini tashmë, vonesa në rritje është më shumë një vonesë në gjatësi dhe lidhet kryesisht me tremuorin e dytë dhe të tretë. Shihni zemrën me efuzionin perikardik dhe hidrotoraksin.
shihni edemën e përgjithshme dhe mund të supozojmë se ka edhe pak edem në gjymtyr, por është shumë herët për ta thënë. Megjithatë, me siguri ka një ascit që e shihni qartë. Të gjitha këto konsiderata bëjnë që të dhënat gjenetike që kanë dalë nga ADN-ja fetale, nga testi IPT, të jenë shumë sakta dhe të besueshme, sepse ka shumë shenja. Që janë të ndryshuara. Po rishikojmë me hollësi të gjithë fetusin. Vëzhgoni me shumë vëmendje dhe kujdes edemën e qafës, vëzhgoni me kujdes edemën e përgjithshme trupore, që shtrihet edhe në pjesën e kraharorit dhe të barkut, ndër të tjera mund të shihni qartësisht edhe celomën embrionare, që është plotësisht e paprekur dhe ashtu siç duhet të jetë në gjendje normale. Gjithashtu, vëreni që kjo strukturë është me shumë darje të brendshme. Tani, ju lutem vëzhgoni me kujdes shtyllën kurrizore që po fillon procesin e rëndësishëm të osifikimit të kockave. Do të përpiqemi të vëzhgojmë veshkat, të cilat, siç jeni ndjeni tashmë, tetarnel mund të preken shpesh nga displazia, këtu në këtë zonë specifike. Sigurisht, nuk është e mundur të bëhet një vlerësim i tillë, ashtu siç nuk është e mundur të bëhet një vlerësim i anatomisë së zemrës për këtë periudhë. Shumë e ulët për këtë periudhë, por edhe pse ne e dim që do të ketë një incidencë të lartë të problemeve të zemrës, të tipit të majtë displazik dhe ose atrezisë aortike, stenozës aortike, të cilat gjatë vazhdimit shtatëzënisë ose pas lindjes. Tu po shohim veshkat që janë të pranishme dhe do të shohim si gjën e fundit. Shikza e vogël që tregon pra se ka një funksionalitet të caktuar të veshkave. Do të shohim që kordoni ka 3 begë. Pra, është i rregullt. Ju falenderoj për vëmendjen dhe shpresoj që ky filmim të ketë qenë i dobishëm për rritjen tonë profesionale.